Janë hapur konsultimet për propozimin më të fundit që kam dorëzuar për sa i përket pagesës së punës së papaguar të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për të gjitha ato zonja, nëna të cilat janë të pamundsuara që të jenë tregun e punës, sepse duhet të kujdesen për fëmijët me sindromën Down dhe fëmijët që janë pjesë të spektrit autik. Ato kërkojnë një punë të jashtëzakonshme, kërkojnë një shërbim të jashtëzakonshëm këto fëmijë, kanë nevojë për përkushtim, për kohë, për kurse shtesë, kanë nevojë për kujdesje shtesë. Dhe kjo e bën të pamundur që këto zonja të jenë në tregun e punës. Dhe ne duhet të bëjmë çdo gjë që këtë ta kompensojmë duke i konsideruar të gjitha këto ditë që ato janë të angazhuara në këtë përkujdesje në shtëpi si ditë të paguara, si ditë pune, për të ndihmuar ato që nesër të marrin një pension. Puna e papaguar duhet të jetë një koncept që duhet të ekzistojë për të gjitha këto zonja. Puna e papaguar nuk është lëmosh, por është një shërbim që ato e kryejnë sepse nuk kanë mundësi tjetër për kujdesje për fëmijët e tyre. Është hapur konsultimi dhe unë ftoj të gjitha organizatat e shoqërisë civile, të gjithë aktivistët, çdo që do të ndajë një mendim që të përmirësojmë cilësinë e këtij legjislacioni. Procesi konsultues është shumë i rëndësishëm, gjithëpërfshirja është shumë e rëndësishme, po akoma më e rëndësishme është rezultati final. T'i japim këtyre zonjave mundësinë që nesër të marrin një pension.